Bismillah. Përshëndetje nga kuzhina Nirit, sot kam vendosur të përgatitem një gjellë me bizele dhe mish të viçit. Krejt që kanë nevojitën prej përbarzë janë 700 gram me mish të viçit, mandej një pjatë kështu me bizele, 2 lugë të gjellës me miell, vaj kemi qitë tek tenxhirja, 3 çep të mëdha, 1 lugë të gjellës me biber të kuq, 1 lugë të mesme me biber të zi, 1 lugë të gjellës plot me veget. Vaj është nxehur edhe me një herë me bismillah, pra qesim mishin të Kara bisët mishe mirë e mirë. Një 25 minutë. Pas ketim kavardis mishin si që përshëpne, pas morëm qep. Edhe i kavardis mishin. I kemi qitë pra bizelet, melmesat, mielin, edhe i kemi kavardis, pas që jenë kavardis qef. Pas morëm ujnë e valë, pra zluar edhe ja qef. E ullim pas temperaturën prej 9 në 4. Edhe lojna gjellën që të zitë temperaturë e ujtë. E mbëllojna të nxjerë. Një kapak, pasi që e kemi përsa mirë. E kemi zi edhe gjellën me bizele dhe me mish të viçit, një gjellë super e shishme, e langshme që të kënaq. Her pas here pra i kom shtu edhe ujë, pra si të shefni që ka fillu pra ujë me ushter, atëherë ja shtoni pra ujën, pra deri 1 orë e 25 minuta, pra kjo gjellë është gati. 25 minuta që kom sek fillim kur e kam kavardis mishin, 1 orë e kom zi gjellën, sepse mish i viçit është mish i ri edhe zihet normal ma shpejt. Kështu që neve na beft mirë, juve po ashtu nëse provani, për kohra tash të pak më të nxehta që janë tash, ju kënaq. Edhe pse gjella të kënaq gjithmonë, si ke ftoft, si ke nxehtë, sepse për organizmin ushqimi me lugë, pra jo i thot, por i langshëm bashkë të kënaq. Po ashtë e kom përgadit një salat, si që përshefni, normal kom ngri qep, kastravec, salat, qep të reja, ullin, vaj, ulliri pra, pak upull edhe pak veget, kështu që neve na beft mirë. Juve po ashtu nëse përgadit një qka dani ma mirë, as një restorant nuk është si ushqimi që përgadit vetë. Nëse përgadit një kam ju knoq po ashtu, edhe ju lumë shëndurit po ashtu, deri në recetën e radhës nga kuzhina Nirit ju tham, miru pofshim.